A pe bojna kështu, kam thonë që e kam një surprizë. E ajo surprizë është, mos mi ashkel fjallën kryeshefit. Pra na nga këtu, kërkojmë 1.100 euro pagë mesatare. Për të met kjo pagë mesatare 1.100 euro, duhet të shtohen edhe 350 euro për se cilin punëtor në bazë të pagës mesatare. Prandaj nga këtu, kjo kërkesë do t'jetë legjitime dhe nuk do të anashkalojmë asnjëherë deri në grevë. Ne do të kallojmë në për procedurat ligjore, ashtu si që kemi po me shoqatën sindikale të kostit, të cilët pas 3 muajsh kanë rritin pagën 150 euro, do të bëjmë protest. Do të dërgojmë letrën për ndërmjetësim ligjor, për të shterë mundësinë e fundit dhe të vazhduar me grevë, sepse rrugë tjetër nuk ka.